Vlora është një nga qytetet që sipas të dhënave më të fundit nga Institucioni i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, si edhe nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, pritet të përfshihet në orët në vijim nga rreshje intensive shiu. Parashikimet tregojnë se moti i paqëndrueshëm do të shoqërohet me era të forta dhe shtim të ndjeshëm të lagështirës, çka rrit mundësinë e krijimit të situatave problematike në disa zona të qytetit. Për këtë arsye, institucionet vendore dhe strukturat përgjegjëse kanë kaluar në gatishmëri të plotë me qëllim menaxhimin e çdo emergjence të mundshme. Gjatë orëve të paradites, përkeqësimi i motit është ndjerë më shumë në zonën bregdetare, ku erërat me intensitet të lartë kanë shkaktuar ngritjen e rërës në atmosferë. Kjo ka sjellë krijimin e një mjegulle të pazakontë, e cila ka vështirësuar dukshëm shikueshmërinë për drejtuesit e mjeteve dhe ka bërë më të rrezikshme lëvizjen e këmbësorëve. Autoritetet e policisë rrugore kanë bërë thirrje për kujdes të shtuar në qarkullim, duke rekomanduar uljen e shpejtësisë dhe shmangjen e lëvizjeve të panevojshme deri në përmirësimin e kushteve atmosferike. Një tjetër fenomen i vërejtur këto orë ka qenë rënja masive e gjetheve në rrugë, e cila është bërë shkak për krijimin e problemeve në funksionimin e rrjetit të kanalizimeve. Grumbullimi i gjetheve në hyrje të pusetave të ujrave të shiut rrit rrezikun e bllokimit të tyre, duke mundur të sjellë mbledhje uji dhe përmbytje të lokalizuara në disa akse rrugore. Për të shmangur situata të tilla, është kërkuar bashkëpunimi i qytetarëve që të njoftojnë çdo problem që konstatojnë në zonat ku jetojnë ose punojnë. Ndërkohë, ndërmarrja ujësjellës kanalizimeve rajoni Vlorë ka intensifikuar punën në teren. Grupet e punës janë angazhuar në mënyrë të vazhdueshme për pastrimin e gjetheve të rëna në rrugë, për heqjen e mbetjeve të sjellura nga era, si dhe për pastrimin dhe zhbllokimin e kanalizimeve në disa pika të identifikuara si problematike. Gjatë fundjavës dhe në orët e para të ditës së hënë janë kryer ndërhyrje të shumta në disa prej rrjeteve kryesore për të siguruar funksionimin e tyre me kapacitet të plotë në rast rritjeje të prurjeve të ujrave të shiut. Punimet e mirëmbajtjes do të vijojnë gjatë gjithë ditës, ndërsa ekipet janë në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast se moti përkeqësohet. Po ashtu, është kërkuar bashkëpunimi i komunitetit për të mos hedhur mbetje në rrugë dhe për të mbajtur të lirë hyrjet e pusetave, pasi çdo pengesë e vogël mund të sjellë pasoja të mëdha në momente rreshjesh intensive. Institucionet sigurojnë se situata është në monitorim të vazhdueshëm dhe se në rast nevoje do të aktivizohen edhe strukturat e emergjencave civile me qëllim minimizimin e dëmeve të mundshme nga kushtet e vështira atmosferike. Qytetarët këshillohen të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të tregojnë kujdes në lëvizjet e tyre deri në normalizimin e motit.